Kush e fiton Big Brotherin këtë vit? Sipas teje. Sipas meje. Jo kush do ti ta fitoj, po kush mendon se do e fitoj. Për dasht duhet që ta fitoj Miri. Okay. Për dasht. Për ta fitu mendoj që do e marr Selin, sepse është ka një perspektivë. Një dhe e dyta edhe ka vujt. Brenda me ato. Dhe nëse ato sharjet, ato gjërat ka mbajtur pra në lojë. Ka mbajtur, bravo. Është vërtet. Edhe një më fal, se unë tash ajo e fundit, po kjo është vërtet e fundit. Mos e po Simonika 2. Jo. Dëgjëra. Jemi të stërvitur këtu. Nga tani hapen perspektiva muzikore të reja, një rifreskim i karrierës, pse jo? Nga të gjithë artistët e këngëtarët që janë në tregun tonë sot, me kë do doje ti të kishe një duet, një bashkëpunim? Faktikisht kam pas mundësi, domethënë kam oferta për ta bërë Po një që ty të qanë zemra, që këtë do doje ti më fort. Mu pëlqen shumë Pandora një herë. Ka qenë dhe kjo këtu, këngëtar shumë e mirë. Remzi Osmani, Fatmir Beçani, një nga këto këngëtarët e Brezit që edhe ati zhanri pra. Ati zhanrit, po. Po, janë dhe këto këngëtarët e reja, po paktën këto. E kuptoj. Jo Lore, jo Luiz Eli, jo Luizi do të kisha qef mund të bëj një balad me te, se më pëlqen shumë, domethënë normal që është këngëtar shumë i mirë dhe mund përshtatet. Bile ta me diçka tjetër. Që me 3 ditë para se diste Shpati, se ka bërë një këngë timen nata fundit e ka kënduar dhe ai, edhe kishim lënë për të taku tek lokali që kishte në Don Bosco për të bërë një bashkëpunim, pavarësisht se ai më thoshte që e dinim që neve do hynim me njëri, për paktën për atë e dija shumë mirë, edhe ai e dinte, edhe pastaj të dielën, jo ditën e hënëm mora vesh lajmin fatkisht po. I kam bërë mesazhet këtu akoma, ai ka njëri. Edhe me atë ka ngel peng që doja, sepse edhe ai ishte shumë këngëtar i mirë, pavarësisht se jeta ndau shumë shpejt. Shumë faleminderit për kohën Tankola. Shumë faleminderit për bisedën. Për një paraqitje dinjitoze në Big Brother. Ai sa kishte mundësi, ai isha unë, domethënë nuk është se bëra në lojë diçka, ky isha. Na ke argëtuar, është vërtet është kështu, siç po e themi. Selin thot Tankola do të jetë fituesja sipas parashikimit tim. Miri do donte, po Selin mendon se do ta fitojë. Le të shikojmë se çfarë ndodh shumë shpejt, edhe pak ditë kanë mbetur. Ne kthehemi me pak sekonda këtu në Wake Up.